Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 12, data 12 nëntor të 2025, duke se është një ditë shumë e rëndësishme nga ana ekonomike, nga disa takime dhe bisedime që mund të bëhen tani tutje, ku është dhe momenti dhe periudha më e mirë e që ndonjëherë. Sidomos, në ndikimet që ka të bëjnë sot paradite, ku është një moment shumë i mirë mbi bisedime që do bëhen dhe disa takime të rëndësishme veçantë, ku gjërat janë në favorin tuaj dhe keni të gjithë mundësinë për të bërë zgjidhjen e duhur në fushën e karrierës suaj, në fushën e ekonomisë suaj dhe pikërisht kjo datë është mjaft e mirë, sepse dita e mërkurë, jo përveç se ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë dhe me takime të rëndësishme, por jo vetëm kaq, por ka dhe diçka shumë të madhe në atë të anës bankare ose disa problematika që keni. Shenjat që përfitojnë shumë në këtë ditë kanë bëjnë shumë shenjat e zjarrit dhe shenjat e tokës. Shenjat e zjarrit, siç është shenja e dashit, e luanit dhe e virgjëreshës, kurse shenjat e tokës është demi, është virgjëresha dhe britsjapi i dhjetit të dytë, ose ata që kanë planete ose kanë shenjat përballë, kanë një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv. Bini pas, mos e lini pas dore, sepse është koha, momenti më i mirë i mundshëm për ta shfrytzuar. Prandaj shfrytëzojeni në maksimum. Tani, para se të filloj